Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Allsat M. Jena rikthy përsëri me podcastin e radhës Lomba Laudinit e mas këtyre festave që i kalum, kthehemi përsëri në detyrat e tona që i kena. Pra, do vazhdojmë në përsëri me podcastin Lomba Laudinit edhe këtë sezon do jemi me juve, kurse këtu me mu për momentin është mysafir një djalë, një talent i ri i futbollit, i cili po jep mund dhe përkushtim në futbol. Pra ky talent është nga Shkupi, ose më saktësisht me thonë një talent i Çajirit, e kush tjetër përpos Venis Koka, i cili po hec në hapat sigurta drejt suksesit. Venis, mirë se erdhe Loçka. Përshëndetje Alodin, faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. S'ki nevojë më falënderu se unë kom thonë ku ka talenta kam i marrë, ketë kam i promovu. Shpresojna. Ju veç punoni, derën qele keni ka mos. Si e Venis? Mirë? Mirë Alodin. Si kalon? Mirë, të dhone si djaliri. Apo si djaliri? Mos mu lodh. Ja, po ju s'guxoni as mu lodh. Ja, s'bën me thonë na as fjalën lodhje. Nuk do të me di çka është. Apo. Përpara për shembull unë jam kon sportist. Na vike marë mi thonë dikujt jam lodh. Se na keshin. Qishbe ti sportizme dhe plus ne kina pas një entuziazm për shembull mu kallzu para njerëzve që nuk lodh me di. Në fakt është pak një farë që me thonë një seni çuditshëm që ndoshta edhe ju e bëni, e di mu kallzu para njerëzve, ne nuk lodh, në fakt edhe ju një njerëz i lodhni valla. Me shqyr që e kena këtë zanat, mu tregu që si na lodh, apo na shtyna jo më shumë. Tu dek pi mrena, ma jove nuk jam lodh. S'është kur gjogja për neve, çfarë? Edhe ne ç'është kena bë, domethënë, posaçërisht kur u mbledhshin prindërit, kur lëshmin për gjeneratat e reja, u 14, u 16, u 18, edhe u mbledhshin prindërit, secili pi prindve kallzoi që na histori të vetën, unë kur jam kon vjet të tuja, e di, edhe ne u ndikoj shpe për këtive gjonave, e di, çfarë njerëz janë kon këto prindët tonë që s'ko kanë lodh, e di, edhe të dosh edhe ne mu bo si ato dhe me këtë asnes po lodh, me janë në realitet tu dek në teren. Po qëtash edhe kur i marrin shembujt për para, thënë ky treneri juve mirë është, neve për para trenera na kanë qërtu, po. Edhe plus edhe kur marrin shembull edhe për profesora, çka na kanë bo profesorat neve. S'ke guxu me fol. Ama më e fortë është ajo kur kallzojnë për shembull, kur kanë shkuar në shkollë. Shkollën e kina pasën 15 kilometra larg. Bore madhe. Unë hina në Google Map e pas as 300 metra baba pse kish pas larg shkollën pi shtëpisë, e di. Si do të shoh, kanë erës çto eksagerimet e prindërve bëjnë më të fortë pak, e di. Janë histori interesante të kallzojnë. Venis, kur ki fillu me futball? Çfarë moshe e kon realisht kur ki thonë? Ose më saktësisht ndoshta ti s'ki vendos shumë për veten tam, po baba jot ndoshta ka thonë, hajt ta bëj djali futboller. Se moshe vogël, e di. Po moshe vogël, unë për veti futbollin ja humnis pak më vonë se zakonisht. Po. Mu marr me futboll, domethënë i bën me thonë që inspirim e kum pas vllavin tem të voglin. Po, se ai ka ushtru para teja? Po, ai ka ushtru para meje, domethënë kena 3 vjet dallim. Unë kur i kum pas 9 vjet, ai dikon 6, domethënë çdo kush si fëmijë i vogël janë pin 6 vjet, 7 vjet me ushtru futboll. Pin sa kanë izlove ato valla. Pin 6 muja. Jo, pin 6 vjet, unë domethënë çat kohë kum pas 9 vjet. Aha. Edhe ata domethënë s'ka vendos ai vet, por ata kanë vendos. Ai lazdreshin më shumë ato, haj se ki sportistë, e di. Jo, më shumë mua, unë më i madh apo denke më i madh ai, ka ai, apo den. Edhe janë nisi ai me shku, edhe e përmendshim në përshpi fjalën trening, shka kjo, trening, ku po shkon kjo, apo den, pse vi që me shku, thash, po du me shku edhe unë, edhe që atë vinin zemër. Në me thonë pin 9 vjet? Pin 9 vjet, po. Atërës, 3 herë një javë trening, garantë, se shti për dit kini. Një herë një javë. Një herë një javë. Edhe plus, une pak edhe i ku mu shtru fëmijët edhe shumë interesant ajo entuziazma e fëmijëve kur vishin trening, ato minxhe e pritshim nguart në trening, e di.
vishin prindërit më kallëzishin apo ki djalë be s'ka flet be ish be pikëzimi që nesër në trening ka marrë dhe. Po, edhe unë çashtu dhe përmendsin apo din trening, jo ky futboller jo se thash ka dalë edhe unë pak apo po du pak vëmendje apo din. Realisht ato fëmijë se dinë se sa e munimsh me botë mas një kohë, për shembull kur janë nis ka 40 vite me i bon det, po për çat për shembull ai ekipo kur shkon mu regjistru safety që në këtë rast i 9 vjet. Edhe shkon mu regjistru futboll me lujt. I shef aty 50 fëmijë, 70 fëmijë, po në vakina ekip 100 fëmijë i ka. Këtë shtu ngajtë sen. Po, edhe kur ta shish mas një kohë, do më thonë vesh një botë për ative. E pse botë, do më thonë, vetëm një ka mujtë me qëndru këti presionit. 2 herë në ditë shkon trening këti ftofti madh, plus hajde me basket pak ma ndrysh, ose mshel, sall, ma nxehtë, po. Ama futbol, do më thonë, hapësirat qelta, ftoft, dimër, do më thonë, vetëm pak persona e përballojnë këtë presion. Për çfarë them për shembull për 100 vetave 1 ose 2 bon. Po bon se do të thonë do të më zgjedh kush e duron presionin. Mos e na talenti puna, se na ato vin, po se një parë mënoj që është i dorushëm do të më konë njeri ose lojtari në këtë rast. E do më thonë një për aty edhe ti mosh më konë. Mas i ke nisë me lujtë likt parta, ka dalë. Thojnë trenerat e kanë serë, për 100 mu bosh sa dush, tjerë mu bo 2-3, thot. Po është pak edhe pak kjo, menoj që është e gabume trenera që e thojnë, për 100 mu bo, po jube du të me punu trenerat mi bo 5, 7, 10, 12, 15. Jo një si të bo të nën kalina, jo me sësa të bo, kina munges lojtarët, për shkjona për morë na për jashtë lojtarët, du të me bo kuadrë tonin. Du të me punu trenerat pak ma shumë edhe botë. Në cilën pozit lunë? Për momentin jam të lujtë si mbrojtë si djathë. Pse kur thu për momentin, a ki lujtë edhe tjera pozita? Ma i vogël kom lujtë edhe tjera pozita, kom lujtë po voli kur jam kanë i vogël, kur kom nisë me lujtë qendër sulmus. Po, me dhon golla. Me dhon golla, ama kur janë nisa me marë seriozisht. Po zhvetin ku e kam. Po, si ndihesh, a je rahat me pozitën? Kur ma ndrojnë tash pozitën, nervozona. Veç aty kom qef me nejtë. Po, me nejtë. Me nejtë. Shumë mirë me nejtë. Se zakonisht për shembull, se cili ka qef mu bo Ronaldo, 7 që 10 që me pas numrin edhe, ama do me thonë këshirë të thuj, jam i knasht. Jo, jam i knasht. Realisht për shembull. Ma shumë se i knasht. Apo? Se do me thonë në herës ekipa, shikus nuk e kuptojnë, do me thonë në herë, nuk e kuptojnë rolin e mbrojtësit. Do me thonë, thave mbrojtës, apo? Në herë mbrojtësi mund me pos kyqë rolin, Allah. Ama, shka me bo, nuk është jeta e drejtë, fatkeqësisht këtë fokuson kush ka me dhanë golla. Asi për loja. Na si mbrojtësa, do me thonë, e kena pozitën ma jo faleminderuese për këtë futballit, do me thonë. Ti mund është 100 topa mi hek një me gabu e ti e fajtori. Apo? E di. Dhe din është, na mundohemi si mbrojtësa me lytë futballin sa ma thjesht, edhe për që ata e kena maran me ranë sy të menaxherat. Të menaxherat, jo të kjo. Të mu mbledh na pak si shoshni mu lut për juve. Që shohin menaxhera. Se problem, a? Po mirë, kur ki fillu në fillim, për shembull, që thova 9 vjet. E ke pas vllavin si inspirim. Do të thonë, muja me thonë si inspirim. Po, cili ka qenë, do të thonë, futbollisti joti i preferuar? Qëta është debati, o konë sa erë Messi Ronaldo. Apo? Kona atërshme, do me thonë, unë Ti me thënë, unë për veti e preferoj Ronaldo. Ronaldo, Çka tërhiq të Ronaldo? Punë që e ban. Punë, është, do me thonë, konstant, 14 plus i ka bo. Apo, ma si budal. Në shkurt e ka ditëlindjen. Oho, ditëlindjen ja dishe. Datën jo sakta me di që në shkurt. Venis Babostana ja di ditëlindjen me lo. Apo? Ronaldo s'ja di, babës nuk ja di. Ronaldo dhe Neymar e kam për një ditëlindjen. Po, lo ma zi të hije. Valla ja, seriozisht. Do më thonë njeri ka bu 14 vjetë edhe po ushtëron alo. Ma shumë se krejt. Po jo. Ama, a të kanë zënë një sen për shemë, kjera aj u kam su,
më ushtru fuqishëm tankon, edhe kanë erë beso që e kam pak problem psiqik këtë pjesë. Unë e kom pas një trener, dhe më thonë edhe ajo kom stil Ronaldos në aspekt të ushtrimeve, dhe më thonë ka ushtru panal. Ati ki thonë 2 orë treni ka i 6 i ka bu. Dhe më thonë i ki thonë 5 shprinta i 20 i ka bu. Dhe më thonë nuk o mirë me bo qishtu sa herë. Po të po në herë është edhe e tepërt. Edhe e tepërt është bëhet ves kjo. Dhe më thonë këshire të shumë të kalëzë pse ves. Ushtrojshmi. Na pronën, mos t'ja përmend emrin, këtë personin trener neve. Edhe ushtrojshmi ligë të parë. Ishmi. Tasha ju kam mësu me organizmin e vetë, me qëndrueshmërinë e vetë, se në mi bo për shembull 20 sprinta. Ato metodat e vjetra që i kanë bërë jo, du tam edhe ai shembull tash e ka hub vetin në aspekt, do më thonë ka hinat, që me thonë atë botën e vetë të ushtrimit, edhe menon që pse i ka bo ai, mu i mi bo edhe one. Do më thonë, në këtë rast Ronaldo nëse bo trener, mendoj, ka me pas pak problem. Kam i mit lejtar. Se, do më thonë, pse ka bo vetë, a i ka me lip edhe të lojtarët e tjerë. Do më thonë, unë e kum përjetu këtë sen. Edhe, para se më bo që e person trener, unë e kum dit çfarë lojtari është, ose sa ushtron. Do më thonë, ja kum përcjell veprimtarin, me thonë, që e ka bo. Ama, fatkeqësisht kur u bo trener, do më thonë, s'kish ndjeshmëri. Na e pja ati dërshme në stadion nërë me ngajt 20 rejtha, Allah, 30 rejtha. Hajtë marrë është, dhe më thonë, kur konsulit kjo ma vejti, edhe plus i bëjshme 10 rejtha, 1 minut pushim. 10 rejtha, 1 minut pushim. 10 rejtha, 1 minut pushim. O, s'kish me fuqine për trenikin e dytë me bo, edhe plus në këshirë ke shtremt. Unë kur jam konë qishtu. Kur e konë t'jam në zina. Ja dhe në të shta që kena ja bojmë edhe trener ka ndru koha, edhe njena modernizu, ama... Po, ja. Dojmë edhe na mi kry punë të trenerit në herë që so mirë. Ja, s'ban mi u përzi trenerit. Po, në herë mi thonë u lodha so keq, valla. Ose s'po moja, jem smooth diçka. Po, ma, unë e kuptoj edhe këtë sem, për shembull, lojtarët kanë herë tutët me kallëzu ato që e munon. Për shembull, ti e lodh. O ti ki nevoj për shembull mi thonë me pas pak pushim. Mos ti tham se ndoshta kim keq kupton se më shtin loj mos ti. Mos ti tham se më të mujt se më shtin loj. Domethënë pak lidhet edhe me psiqikën e lojtarit kjo. Seriozisht kjo është në herë dam. Po të dikush tutet mi fol, a dikush se ka gajle thot jam lodh ulët edhe. Apo. Bëni çka doni. Sa vjet u bënë thave që jetu marrë domethënë me futboll. Po me llogarit tash prej 9 vjet kur kum fillu. Domethënë ajo mosha 9 vjeçare nuk e din saktësisht a dia kemi vazhdu futboll, nuk është mosh serioze për me vendosë, po deri tash jam bë diku 9 vjet. 9 vjet. Për lejt. Po, e prej 9 vjetëve për shembull, ki lut plot ndeshje. Cilën e ki pas më të rëndësishme kështu? A e veçon në një? E di me thonë, një ndeshje, që këta e veçoj, se që kjo është, do me thonë... Apo, na tash lejtarët e Shkupit e dim, me kanë kena qef, mas shumë të me lujt. Apo, a? E din krejt, jo veç na. Vardarin, a? Vardarin. Ndeshje, do me thonë, ku janë krejt më të motivum, krejt kanë qef me lujt, edhe ata që janë shembull në bankin, kanë qef me dhonë edhe ato maksimumin, do me thonë, nuk ka... Qish me ta përshkrujt atë ndjenjve, kur je i motivum me dhonë maksimumin që atë loj. Do me thonë, se cila ndeshje që është me Vardarin ti të motivasht, me thonë që shto, a? Para mendoj me lujt, do me thonë, naj kup, naj finale, me Vardarin, mështë. Në vitin e kalum me juniort, me Vardarin jena shty për titullin, do me thonë, ja kena marrë Vardarit titullin për 1 pikë. Po, a? Para mendoj çfarë gëzimi. Vitin e kalum një me u bonët kampion 2 herë. 2 herë, apo? Po, edhe ligën edhe kupën e Maqedonisë. Shumë mirë. Duket Alisa ju ka ushtru treneri, apo? Shumë mirë. Maestra. Maestra. Okej. Venis. Do më thonë, tash muj me të thonë masi i ki bo edhe 18 vjetë, po edhe me punën që e bënë futbolli, do më thonë,
mund lirisht me konsideru që i ke kompletu si lojtar. Po. Edhe, dhe më thonë, tash e tutje, e ki malet edhe mi mësu gjonat që kanë me dalë për para. Po, deri tash, dhe më thonë, ki ushtru, ki pa, ki lujt, cila u konë pika jote ma e fort si lojtar në fush? Po me qënë se përmenëm edhe ma herët, dhe më thonë, kur kum fillu, deri sa jom zhvillu si lejtar, ndrimi i pozicionit, e kum po që si aftësim atë mirë e kam defanzivën. Edhe Mbrojtje, no? po që aftësim ka pru të që opozitë që jam tash. Dhe më thonë mbrojtje. Po kur e vrejtëve këtë sen? Na herë nuk e vrejmë vetë. Po din, do të dikush me ta thonë. ti Dikush djalo, duhet me të koordinu. ti djalo që të punjet e bo mirë, ta dish, apo din, nuk o keq. Me menu. A me menua, me ndrua, a dikush i thot shembull trenerit ai çaj djal. Po mi shqeprit në fillim, a thove trenerja ma koj natin atë dosh me nxerë mbrojt s'pin sulmuz. Apo normal ajo, kur je fëmijë i vogël janë shme me kajt, apo Apo, dhe njëm ka thonë. s'ka me dhon golla. Jo, s'ka golla, jo, kjo, ama sot jam falemnderues për çat ndrim që ma kam bo. Super, po me që ta ka ndru, në më thonë, pozitën. A ka pas ankesa për shembull se tash këshira, kur je, po folmi me karta qelta që thëjnë, kur je pak ma i vogël si fëmijë, do më thonë, e ki edhe familjen në krah që më ndojnë që ki mu bo super ill. Po, Edhe, djali e më i miri. po, te familja e odet, te prindërit e të qysh kanë ndiku kjo ndrimi i pozicionit. Ave Ave ndrimi i gjallia mi pozicionit. ke 5 golla në lojë që si e pas një. Po mu, kur ka ndodhë kjo rast, sa e moj menu në, babi ma ka thonë, nuk diju në kur gjosht puna trenerit. Apo, që kjo është shumë se një fort, se ditë sodi dhe me thonë, kanë erë dhe problemin matë në dojë e bëjnë prindërit, që i thëjnë fëmijës, ti e ma i forti edhe s'ka, edhe ai hin filma, edhe rritet ma të mentalitetin që mu s'du të më prish kërkush, unë jam ma i forti, këto tjertë ma kalinati, ama dhe me thonë që kjo është adekuat që du të me boni prind, unë e s'marrë vesh. Në futbal, në teren, treneri e di. Unë e të shpia po, muj, me të kalzu mua me. Do të nërë prindit më kanë edhe optimist. Apo. Unë aty nuk di, unë shembull mënët me thonë futbal nuk kuptoj, din ti, më shumë se unë, apo më shumë se ti edhe unë bashk, din treneri. Qashtë. Kështu që ti puno, ushtra, jepe maksimumin, kalze vetin teren edhe... Sejnë të vinë tani. Sejnë të vinë tani. Apo din se gjdo trener e don lojtarin e mirë. Po, ja, fakt, ose më mirë me thonë, gjdo trener e don lojtarin punëtor. Po. Sa ne kush mund të konë lojtari mirë, ama s'punon. Ja ka dhonë zoti, penalt. To ti, po, ama... Për shembull si një basketbolist, ja bëjke, se di pse ushtrojnë anë. E kom pas në ekipën. Po, bash lojtar. Po, se di pse ushtrojnë anë. Në mujna me fitu dhe pa ushtruja, bëjke. Sërëzisht, nuk e di pse du të më ushtruja, bëjke. Po, ama e kisha, do më thonë, ai tatamata lojtar. alun. E kisht. Plun, edhe është aktiv. Bajke. Se di bëjke, pse du të më ushtru. Hike lojke 40 koshe, ipke, dilke pi loje, kur ta shifshe, hajke burek në pazar. Po, ama profesionalizmi nuk e ka është. Ja, po, e vërtet është, ama e kish qatë mendim, se di pse du të më ushtru. Po ti mund është me lyt futball dhe pa ushtru. Ama sa ka mu kam performanca jote e mira, po din profesionalizmi lip shumë punë. Ajo fakt është, ama a beson diçka se në herës beso kime rastis në herës në karierën tonë të futbollit, ka do trenera që i dun lojtar që janë paushall. Seriozisht e kam. Monët, apo... Jo, vallaj po, do më thonë... Gjithçka është e mundshme. Do më thonë, kur ishmi aktiv me një klub, ne? Një trener më ki mu më duhet një lojtar paushall. Se kuptojshmi, di? O, më duhet një lojtar paushall që e merë topin edhe bon... Shka ti kujtohet? Po pse, më qish?
O me së në mbrojnë, thëshin ato. Po, Nuk mbrojnë. Së në nalin, së në perceptojnë ka gjysh tek. Shumë interesant, vallaj. Çka mendon se duhet përmirësosh nëse hala në lojën tonë? A ka nëse që dush me përmirësue? Me thonë, çket pike kam ndoshta pak dopt. Unë mendoj se, me thonë, çdo ditë, çdo sent na duhet përmirësohet, apo din çdo hap që e bëjmë është përmirësim për neve, kështu që për neve nuk është kur boll, apo din me thonë, unë jam lojtar i mirë, çdo herë diçka, apo din ka me na hangër për mrejna, ta bëj këta, ta bëj ata, edhe që ajo na shtin për me punu, shembull që shkojmë stërvitje ditë për ditë. Po, jo, Nërë mundomi edhe me ushtru shembull plus, apo din ushtron me ekipën, mëngjes mas dite del një vrap vet ose u shkon ushtron fitness ose ja, nëse nuk e mon disiplinën vet, për shembull, ose nëse nuk ushtron herë ekstra vet kur gjos, ke bëj, fakt është. Po unë kisha fjalën për shembull, shembull veç. Kana e majt mbroj më mirë se kana e djathtë. Në këtë aspekt, për shembull, e kisha, a mendon që duhet ose a kinaj mangësi me thonë që dush me përmisu në lojën tonë? Për veti nuk menaj se kam nëjse në vëdën. Po, kam nevoj mi dhonjë 60 golla në sezon. Unë ndoshta kam, vëdën, muj me pas. Unë për veti nuk e shoh. Po. Se unë muj mës me pa, më dikush që është pin tribin në alta, po treneri mundet me pa dhe vëdën kritikat janë duhet mi pranu me thonë, vëdën, që të punë si e bo mirë, ndroje. Po mirë, e përmenit tash tribinën. Ne e dim që Shkupi do me thonë, ka tifoza dhe ka tifoza të flakt. Si e ndikur ki lujt para tifozu, ose kur ki dalë në teren edhe kur e ki po tribina full. Tash ta kalzoj një histori interesant. Hajde. Ishim Shkupi në gostivarat natë. Kishme, do me thonë, para se me fillu liga, ishim gostivar se nesër me të lujshmi me Shkëndijën të tovlën e parë. Shkëndija qatë kohë ishte, Shkëndija të parin vend. Top. Të motivum, karantenë, krejt, po para lojës ndodhe një problem që pëdhin me federatën edhe me klubin, lejtarët nuk ishin të regjistrum, edhe ishin vetëm gjysa e lejtarëve, dhe me thonë dikon 13 lejtarë. Ishin 10 lejtarë edhe 3 portjera. Edhe unë isha veti 14. Tash, që shmja fillu lojës, ishmi rezerva, unë edhe 2 portjera. Unë, asi kohë, 17 vjetë. Shkupi, Shkëndija, ballistat kënej, shfercerat anej, publik mos sa dush, derbi. Qatë loj debutova. Ajde. Qatë loj debutova, së në përshkruj, këto bëshin tifo anej, këto anej. Ishte një ndjenjë, do më thonë... A u hupe pa në lojë? Normal, e apar. Shumë është interesant e ndjenja. Hupesh me disë publikës se dinerë që ka të ndodhë. Seriozisht. Mu më ka ndodhë, dhe mu që më ka ndodhë. Po, loja ka pas rast, do më thonë, ama këshire, unë po të foli për finale. Finale, atërë konën NBA qajrë, ku kom lujtë. Klubë? Po. Finale me MZT-jen. Aerodromit. Po. Hin loj, do më thonë, nalna në gjysë terenit, nalna se zhurë me ma dhe tifoza sejnit bërtet me nalna me disë terenit dhe veç i këshiri. Së në përshkruj, do më thonë, qëfar euforie, edhe veç i këshiri, ku e kum detyru të treneri me marrë time out, pasha Allah se ki rejnë, kartë, ma kam shumë shpull. Qupi gjumit. Fillu. Po. Jo në atë aspekt me më rejf. Po dhe po, më pak. Qupi gjumit. Oj, të shak ka dame se sefte jam të përjetu këto, qka të boj? Ta mas të e nuk pa ta stabilizu, ama, në më thonë, nuk përshkruot ajo. Tani ma herët, në më thonë, mas lojës, mas i përfundoj loja, dhe kina hitash, jena këthuj prap në gostivar, në dhomë, edhe me kom lëshu lojën në telefon, edhe të këshirë me ka vat momentin ku kom hijo, në. Sa është më karo kamera pak ma herët, se me një lojën e këshirë kënej, këshirë anej. I friksum ftyrë, a vedin se disha ku jam, deri sa hina, 1 minut 2 ke ajo masa ne kale. Po, shpejt kale masa. Po, super. Që sheki një ditë, për shemë, me thonë një rutinë tonën ti, kur që është për gjumë, që ka bom, për shemë, që më në gjënë ditën? Ta është tregoj me qënë se i kam 18 vjetë, hala jam në shkollë të mesme. Po.
Tash varsisht në të shkolla jonë jemi 2 ndrime, 2 javë para dite, 2 javë mas dite. A e lunë pak rolin e superstarit kur shkon të shkolla, unë e luj të shkupi. Ja, A, jo luj të shkupi, po pak, do me thonë, a futbolistat e kena pak. apo pak, kështu. Tu hec, pak. Tu hec, me Nike Tech, ka trener, ka të Qka këshirve. jeti, unë jam futbaler. Po, unë e luj. Ndodh në të shkolla, dikush o të pi naj cigara, naj sentafron, i thu, jo falimderit, jam futbaler. Ej. Edhe, i mit krejt edhe ato. Edhe? Menon, do me thonë, unë e mundona me menagju sa ma mirë, kur jam, shembull, ndodh më konë stërvitje në mëngjes mas dite në shkollë, po mundona, do me thonë, sa ma shumë më konë prezent edhe në shkollë, që mës me hup. Ndodh, shembull, më konë shkollë prej njave deri në 7 stërvitjen në 3, me pas deri në ora 5. Ndodh që shkojnë shkollë, dalë prej shkollës, shkojnë stërvitje, kthejna prapë në shkollë. Do me thonë hik pi ore. Jo, jo në atë aspekt me ik pi ore, po do me thonë normalisht me leje, me vërtetim çdo herë. Po e gare, pa. Ej, se më kujtu. Shkolla e mesme. Shkolla e mesme më kujtu edhe mua, ama unë jam fatmirësisht jam konë në shkollë të sportit. Po, Edhe në shkollë të sportit, si zakonisht, do me thonë, të regojnë, do me thonë, tolerancë për këto sene, po, që thave ti me vërtetim, do me thonë, filan lojtari, është i angazhum qishtu, lunë ligë profesionale, edhe çdo herë. duhet më konë prezent. Edhe nuk më bësh një problem. Po të foli, unë jam konë shkollë të sportit, do me thonë, në shkollë të mesme. E unë kry shkollën e sportit. Po edhe fakultetin një që ashtu, po vetëm fakultet pak nuk e di bëshin pak problem, se jo pse stërvitje, jo ashtu, se kuptojsh edhe me thonë, kum hi, jam regjistru në fakultet sportit, se jam sportist. Në me thonë, ti dush me më kalëzu tolerancë mund që të sene, nuk po ta me ma thonë, 10 që pse jam sportist. Po, se me 3 minusa në fakultet, dhe me thonë me 3 mungesa, së në mirë që në nënshkrimi, këto dim se ishë ma naton, për të ishë në fakultet. Dhe me thonë, në nënshkrim, dush me pas për me him provim. Profesori ta jep nënshkrimin bas të prezencës që i kingu ligjeratat. Edhe pa e pas nënshkrimin ti nuk mund është me him provim. Nëse i bëshe 3 mungesa, nuk mirë që nënshkrim. Në më thonë, ta hupke një farë gjys viti ose një vjetë, ta hupke ajo, vesh për 3 mungesave. Në këtë aspekt, do më thonë, nuk të regojshin tolerancë. Në fakultet sportit. Ka pas rast që, do më thonë, jam konën i selektum për komtarës, mashinonis, jam konë në ekip, më kam bo problem se kom shku në stërvitje. Kom që edhe vërtetim, se kanë morë parasysh. Jo, neve për veti, fillim kur jemi regjistru për shkollë të mesme, prind, shembull, kujdestar të klasave, i veçim prind, shembull, a ka në i fëmijë që mirët me sport, apo din që duhet ta kena parasysh, kanë nënshkruaj deklarat që apo din fëmija jem, ky mirët me këtë sport. Apo din i dërgojnë kërkesë shkollës, edhe neve na kam parasysh, do me thonë shkolla, apo din edhe profesorët na njohin kush mirë me sport, kush jo se. Nuk mundet dikush që nuk ka lidhje me sportin, apo din është mirët me IT ma shumë, mi thonë profesoresh më vinë me dalë për ore se jam në stërvitje. Po. Ato vitë se ma, apo din na njohin. E vënis për shembull ndodh në herë me hup, në i loj, në i sen që është normale, me thonë, si ja bëm për shembull, a nervozosh mas lojës? Kur e hup, po venoj. Tash, Alodin, si që thave edhe ti, është normale me hup, tash është normale edhe të nervozom. Më thonë, ndodh, ka raste, po është mirë që sa ma pak me shprej, që mos ta ekspozojmë të tjerët, ose mos te i kalon ajo nervoza në nivelin që do të mos me te i kalu. Shembull, unë për veti të ekipi juniorve jam kapiteni i ekipit. Edhe mundon, edhe me thonë, që jem në kësi situata sa ma i qetë, ose mas humbjës, ose situata, do me thonë, kur vendos referin a i pjesë të lojës, fall, penal, prejkje me dorë, korner, apo najsen mundon, do me thonë, më konë sa ma i qetë që tjertë të më kanë shembull mu, apo din që mos të reagojnë ashpër ndaj këtyve situatave që ndodhin. Në më shumë e fort kjo. Shembull mu, do më thonë, realisht kapiteni du të më konë shembull. Po dhe, jo rastësisht shembull
ekziston në futboll kapiteni i ekipit. Po, shumë e qartë. Edhe refert thonë para lojës, do me thonë çdo paralajmërim që e japin, do me thonë ju tjertë. Rinjonosh, veç kapiteni duhet. Kapiteni duhet me fol me mu. Qashtë. Veç ai ka drejt me fol me mu. Çdo kush që fol ka karton. Qashtë. Venis, me që e përmenëm ekipën, cilët janë synimet e tua? A mendon me vazhdua petë të ekipa e FC Shkupit, apo kindështa plane për talmun? Tash Alaudin, unë jam për veti lojtar i ri. Tash sa i kam mbush 18, kom hi për 19 vjet. Unë mendoj se opcion më i mirë për mu se me qëndru këto nuk ka për momentin. Për momentin. Po, me qënë se dhe kontrata, do me thonë, vazhdon edhe një vjet tjetër. Mendoj që për veti është më mirë qëndroj këto. Po, a ki pas do një ofertë kështu me thonë? Po, tash ofertat janë pak masa private, po kom pas. Super. Okej, mirë. Po mirë, për masa private, së shti ma kujtove, sta lipat gjysën e transferit e ma dhëmë, Allah. Masa private. Nuk tash të në përmi pare, dhe Allah. Po tash, apo kupton në nësën të regoj, Po dhe më po. kalip ki ekip, më kalip aj ekip, se Mirë, po të kuptoj. mënët me dole aj ekipi, me thonë tani jo s'kena lyp, a vedim pse po thu. Po thundodhin dhe këto sejna. Ka plot. Po, Ndodh që shembull një lojtar, apo portalet e nxjerrin thonë, apo din, kena lajme që ky lojtar ka më shku te ky ekip, është puna e kryme, e kanë nënshkryt kontratën, dalin nesër me konstatim ekipi, thot, ju lutna mos jepni dezinformata, na nuk e kena lyp këtë lojtar, nëse kena marrë. po. Interesant. Ka kësi raste, mediat janë pak. Apo... me të dhonë mundësia, për shemë. A ishe këthia petëm pozitën që e ke pas, së njësë? Ja. Ja. E ke betonu. E kom betonu, dhe me thonë, më pëlqen pozita ku luj. Dhe me thonë, është pozitë normalisht shumë e rëndë, se sistemi që A ka përgjithësi ma shumë? luhet, dhe me thonë, ti me bekat modern, dhe me thonë, e ki komplet 100 metrë që është i joti. Defanziv, ofanziv. Dhe me thonë, dhe është dush me ngajta. Dush më konë ma i pregadit se krejt lejtar tjerë. E a i jeti? Tash pregaditit kam fillu dilën, tash ofmi dhejt fillon lë. Që e parfora të mboj. Kam fillu se di ta shof me ishte ju. Po, la, gjithë sezona ka fillu dilën. Po tham S'ka fillu kampionati. Do me thonë ju kini ushtru për para. kampionati jo, po tash ne që kemi tash fazën pregaditori, ku kena me pas edhe loja mitësore. Tash mbetet, do me thonë, pit para stërvitje, deri stërvitjes të fundit para lojës, që në lojt dëshmohet sa jena pregaditna. Apo sa jemi të pregadit, apo sa kemi punu na, përgjatë sa që jemi konë në pushim gjysëm sezonal. A keni ushtru e që kërë e dikon pushim pa shket? Po, unë për veti po. Po, Normalisht tempon e kam ull. Do me thonë nuk kam ushtru njëjtë se që kam ushtru gjatë sezonit që mi dhonë shumë normalisht ma pak, ama kam ushtru. shumë është me rëndësi pushimi. Po mënoj, gjatë pushimit që shemë në gjonë kohën. Se shumica që e bëjnë një gabim, dhe me thonë, sezon japi shumë posh vetit, ushtrim, në pushim e nalin kejtë. Edhe mas të e ka shumë pak ma zorë më këthy në formë. Kofta e edhe 2 javë për shemë pushim me bo. Që 2 javë për një trup pa ushtru, që është i mësum më ushtru ta në kohën është shumë. është shumë problem. E shumica e bëjnë këtë problem. Për që ata thash, mos e ki Jo, bëjnë po këtë tash zakonisht në qofë se kemi 3 javë pushim, është mirë që javën e parë që fillon pushimi, jo më ushtru, futbal nuk bën me këshirë. Nuk bën me lodh trunin top me pa. Pse? Po neve që është të na kanë thonë tash. Kur fillon pushimi? Po, kur fillon pushimi është mirë, do me thonë pushimi të shfrytëzohet si pushim. Po, mirë, ama për 2 javë do me thonë hiç. Jo, në qofë se pushimi është 3 javë, javën e parë, Aha. do me thonë, tani pas javës parë është mirë me fillu kadal me kap tempon, pak vrapim. Pa i s'kan fajbe se të vjen të huna, për të para me në, më thonë, sa është sezona, sa është gjatë e ju sezona?
Po tash 16 loja, dikon 16 javë, Apo? duke i përfshi ato pushimet që i kanë reprezentacioni, një javë ajo, Po një 5 javë muaj, kjo. 6 muaj si kur gjë Po, ishte. po. Atë 5 muaj, 6 muaj ti të mirësh vetëm me top futball, bari, kopaçka, ngaj. Çdo ditë. Normal që na thot ikmës këshirë. Po një javë domethënë. E kanë na kamet për i trenerave, një javë jo me lujt, futball mos këshirni. Po. Venes, për në fund, çfarë mesazhi do ju jepje trive që duan bon futbollista profesionist? Po tash me qenë se unë edhe vet jam i ri, lojtarëve për shembull, që janë po, pak ma të ri se unë. po. Unë për veti, në eri këshu shumë këto lojtarët e mdhej që janë në për emisione, thëshin do të pun, apo din thësha gjithë lojtarët njëtin ma bet, apo din një mbo bajat, më t'ingu, apo din veç pun, Pa e shiu vet? nuk peshjoj ata, ama kur të filloni me punu, keni me vrejt shumë dallimin. Shumë, do më thonë, kur të punojsh ma shumë, e vrejnë dallimin. Do më thonë, do të me punu që mu bo dikush, ja? Pa pun, Ska kur gjo, apo? Në qartë. Venes, unë të falemderoj shumë që ke pjesë e podcastit Lomba Laudinit. Na ka ecë koha shumë mirë. Unë shumë letë mirë, do më thonë shumë letë mirë në vesh me sportista. Zdi ndështë pse jam konë edhe vetë sportist, edhe muj me kriju një farë empatie. Na përshtatet kimia. Po, edhe muj me di, do më thonë muj me po se qish ndihesh në çfarë faze je, se vetë nështë e kum kalu që atë rrugë dhe di qish është. Unë falemderoj shumë edhe njerë, që gjithë ku e erdhe, e inshallah sukseset mos të nalën kur, të prifte mora, sezonën ta kalojsh qish është mas miri. Faleminderit shumë edhe ti për ftesën. Shpresoj që të ardhmen kena mu pa prapa, Patjetër, do e bojmë edhe një epizod tjetër. Patjetër, inshallah vjen këtu me kop. Shpresoj muna Se unë dhuratën tonë alo e kam atë drejsin që ma ki brua, e di? Po. Kam alo, ta dish. Unë për veti hapin e pare ku mbo, dhe me thonë, ku mri mu bo profesionist, tash hapa tjera, Evropa, kjo... Ka dal. Ka dal normal. Pa masa hopi, s'muj me shkupit parën 10. Ja, po zbon. Se ku me di që ka ati, ti ka dim shumë me krije me poshtë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Krasi. Shpresoj që qifni prap. Neve shikus të ndëruar s'na met sen tjetër me thonë për pos se e bofshin natën e mirë, e të shihemi në epizodat e radhës me misafir të ndryshëm te podcasti Lomba Laudinit. Deri javën tjetër, mirë mbeqje, kalofshit sa më mirë. Bye.